Një prej emisioneve në Top Channel ka publikuar një, po themi, investigim ku duket se si, po themi, çfarë cilësi është buka në Shqipëri dhe kishte bërë një provë me një bukë integrale ku pasi e kishte lënë gjysore në ujë, uji ishte bërë me ngjyrë. Pra, aludonte dhe thoshte që në Shqipëri, po themi, buka bëhet me ngjyrë. Për të folur mbi çfarë hanë shqiptarët, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaqi Islami, jo vetëm avokat, po edhe një zë shumë i rëndësishëm publik në Shqipëri. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Avokat, ju besoj se e pat videon realisht çfarë po hanë shqiptarët. Ajo është me pakta, me vogla. Ju nuk dini çfarë sallami hanë shqiptarët. Ju nuk dini çfarë ushqimesh hanë shqiptarët. Ju nuk dini çfarë zarzabate dhe fruta hanë shqiptarët të kontaminuara. Shqiptarët janë lënë në mëshirë të banditëve, të oligarkëve që importojnë ushqime dhe fruta dhe perime të kontaminuara nga jashtë, të mbështetur fuqimisht nga një qeveri anti-shqiptare, anti-njerëzore e kryesuar nga Edi Rama. Këta nuk pyesin as për shëndet të popullit, as për asnjë gjë fare, se për vetë tyre i vjen ushqimet nga jashtë. Ngarkojnë makinat i sjellin nga jashtë ushqimet dhe han ushqime të pastra dhe të kontrolluara rigorozisht. Përveç kësaj, shqiptarët paguajnë një çmim, paguajnë dhe 150% më shtrenjtë se sa që ka Evropa të gjitha ushqimet që shiten nëpër supermarkete. A keni vajtur në supermarkete të shikoni çfarë shitet dhe sa shitet? Shikojni me këto çmimet, bie fjala Konadin ose atë cilën do supermarket. Merë shikojni çmimet që kanë në Itali, e njëjti artikull, e njëjta makaron, e njëjta qese orizi, e njëjta markë. Në Shqipëri bie fjala, po jap një çmim aproksimativ, jo të saktë, sepse duhet vetë të bëj investigim për atë punë, po nuk isha i përgatitur, veçse nga më thonë familjarët që blejnë në supermarket dhe miqtë e mi që vinë nga jashtë shtetit, çmimet këtu janë 150% më të larta. Pra, në Itali 1 kg makarona bën 2 euro bie fjala, në Tiranë bën 4 euro e gjysmë ose 4 euro. Shqiptarët shfrytëzojnë në të tëra drejtimet sepse janë lënë në mëshirë të maskarejve, janë lënë në mëshirë të banditëve, të kriminelëve, të kryesuar nga krye banditi, krye hajtuti, krye mashtruesi Edi Rama. Si shpjegoj që furrat e bukës, po themi, përdorin ngjyrues për të prodhuar bukë integrale, pra ku e marrin këto guxim që luajnë me shëndetin e njerëzve? Tek Edi Rama, te qeveria e Edi Ramës. Ku janë institucionet, ku janë shkencëtarët tanë, ne kemi me qindra, po vërtet e Ulëret Sazan Guri, profesor Sazan Guri, lidhur me vajin me të cilin bën byreqet. E ka bërë një video që ande nga Berati dhe unë e përshëndet Sazanin nëpërmjet ekranit tuaj. Sepse ngre zëri ditë për ditë, po këtu nuk ka njeri që të dëgjoj. Ore, e kemi thënë, e themi dhe do ta themi. Këta duhen përmysur se po na vrasin për ditë. Ishte ai që ishte komisioner në veting. A ishte drejtori i Aukut Jakull, që është ajo komisioner në veting? A kuptoni se ç'po bëhet? Është një klik gangsterësh, hajdutësh, kriminalësh, maskarësh, palacësh, kurvarësh, imoralësh, shokët e Epsteinit, të tërë pa përjashtim. Dhe nuk thot njeri se përse erdhi dhe çfarë bëri Epsteini në Tiranë. Përse erdhi? Se po kalojmë në një temë tjetër. Pra këta janë që na drejtojnë, këta janë që e sjellin atë miellin e ngjyrosur. Këta janë që thonë miell gruri dhe në fakt është nuk e dim se ç'është. Avokat, po, a ka të bëj kjo edhe me miellin që vjen nga jashtë? Jo, kjo ka të bëj me miellin që vjen nga jashtë dhe me të tëra ushqimet që vjen nga jashtë, të tëra vjen nga Serbia, po na helmojnë serbët, më kuptoni apo se kuptoni. O shqiptarë, nuk të më ngriuni. Ore, greuni, çouni, kërkoni atë që duhet kërkuar, çouni. Çouni mund ditë për ditë u them,
Çfarë themi më shumë se kaq, mund të them, pra nuk mund të jetohet me këta njerëz dhe me këtë qeveri dhe me këta politikanë që kemi neve. Këta janë anti-njerëzor, kriminal, këta janë sadist, këta duan të na zhdykin. Këta i përgjigjen më pik për pik, presje për presje Klaus Schwabes, krye kriminalit të Illuminatit dhe të Davosit. Avokat, po si ta dallojmë ne që një bukë është e mirë, pra çfarë duhet bërë ku pushemi? Nuk ke Ku ta marrim bukën, si çfarë bëjmë? Nuk e di. Nuk e di. A ka ardhur koha që të kthehemi drejt prodhimit vendas? Ajo kohë ka ikur. Ku do prodhojnë? Ku ka interes dhe leverdia i të prodhoj grur, që mund të ashesi me 400 lek kilen, në një kohë që vjen nga Serbia me 200 lek kilja. Kush është ai do prodhoj kështu? E konkuron gruri i kontaminuar, i helmuar, sërb. Ditë për ditë e themi, ditë për ditë flasim, ditë për ditë ankohemi, s'ka vesh të na dëgjojnë mor zotëri. Pra, e di duhet bërë, duhet zhdukur fizikisht këta të AKU-s, që nuk bëjnë detyrën. Pik. Avokat, qa ushqimesh tjetër ke problem ose e ke me merak që ti hash në Shqipëri, pra përveç bukës që njerëzit dyshojnë që jo vetëm në cilësi, po edhe në peshë, edhe në çdo gjë e kam me dyshim për ta blerë, po s'kan qa bëjnë dhe e blenë. Jemi të burgosur. Të burgosur nga oligarkët dhe nga monopolet e oligarkëve shqiptarë që importojnë ushqime dhe të burgosur nga qeveria shqiptare që ka godit me ligj, jo pa ligj, po me ligj, jo me konkurrencë, godit prodhimin vendas. Pra jemi të burgosur, duhet të kërkojmë lirin, qohuni shqiptar të fitojmë lirin, po u them ditë për ditë. Ore, nuk dëgjojmë këta janë popull i vdekur. O sa mirë me qenë shqiptar, thotaj, ka tu më të matë se sa ti e shqiptar të hash me nërmut që të sjellë sërbi këtu. Avokat, po sa i përket edhe, po themi të qumshtit të bebeve, ka pasur probleme edhe në Shqipëri ku disa kompani kanë të rreshur qumshtin prej tregut. Pra edhe te fëmijët nuk kursejnë, themi. Kush ka kontrolluar? Këta që janë disa fabrika që prodhojnë qumësht. Do na e tregojnë sa qumësht marrin dhe sa qesin? Do na tregojnë ku e marrin? Do na tregojnë sa marrin me sa i blejnë e tjera. Ata e thonë që kemi fermat tonat, e marrin në për fermer, në për... Ku janë fermat? Ka kompanit e mëdha. Ku janë fermat? Fermat ku janë? Fermat e lopëve, ku janë? Dhe me qa ushqen? E dini me qa ushqen? Ushqen me foragjere dhe me ushqime të thjella po nga Serbia. Pra, tregun ushqimor shqiptar e kanë pushtuar sërbët. Unë nuk e din nëse kam diskutuar në intervistë me juve apo me kolegët tuaj lidhur me prodhimin e sallamit. Ka një paradoks që shqiptarëve nuk u bë përshtypje. Hanë të gjitha plerat që vinë nga Brazili. Pse hanë plera? Po a themu. 1 kile mish në treg është 14.000 lek, 1 kile mish vici. 1 kile sallam vici është 5.500, 6.000, maksimumi 7.000 lek. Tani 14.000 me gjithë kockë dhe del 6.000 vetëm tull nga doli. Si shpjegoj që del më lirë? Po s'mo nuk, atje vetëm mish nuk ka. Ka gjithka vetëm mish jo. Mere shikojni se që prodhohet në Brazil. Shikojni se i kanë, do t'ja u dërgoj juve, po nuk i transmetoni dot. Po do t'ja u dërgoj video ta shikoni se çfarë hedhin atje ku gatohet sallami. Lëkur derri, pënd pulash, këmbë zogj, këmbë derras, çfarë s'ka atje? Çfarë s'ka? I bëjnë bashkë, i bluajnë, u hedhin ashtu kimikate, ngjyrus, të thash dhe i shesin për salcice. Këto ha shqiptarët. Unë kam 30 e sa vjetë që nuk ha më sallam në Shqipëri, sepse unë e di si bëhet. Shqiptarët do hanë se o vinuri, sa do bëjnë, do ushqenë. Do ushqenë, po me të farë ushqenë, se nuk e kuptojnë që po me lek blejnë vdekjen.
O shqiptar, bleni vdekjen me lek, kuptojnë mirë këtë që po u them. Kuptojeni mirë dhe dilni në mes të kryeministria dhe blokoni qeverinë të mos vejnë zyrë të jap dorëheqjen, se po na vrasin. Merruni me oligarkët, godisni bizneset e tyre. Hidhuni bomba molotov, çartoni hidhuni se po na vrasin. Avokat, nga e gjithë kjo situata, realisht, si të sillen shqiptarët, domethënë të shkojnë të blejnë, shkojnë të mos blejnë, duhet të kthehen në fshat dhe të prodhojnë në fshat, pra të rikthehen edhe një herë fshati, çfarë të sillen? Si duhet bëjnë, çfarë duhet bëjnë? Që kanë braktisur fshatin, kanë vrarë vete. Kanë vrarë vete. Kanë vrarë mitës e fëmijëve të tyre. Pse? Sepse fshati ka mbaruar, nuk prodhon më. S'ka kusht vetë prodhoj. U pëlqen rehati, u pëlqejnë diskot, u pëlqejnë veturat dhe han plera. Ashtu dhe mirë gjë. Unë për vetë time kur ka mundësi e gjej një misqëngje apo keci apo dele. Kur s'ka fare dhe vate u zgjidh problemi. Kur ka mundësi vetë blejtë e katundarët, të fshatarët që shesin nga një salat ose ndonjë radhiqe, dhe me këto jetojmë. S'kemi qarë ham tjetër. Bulmetin e marrë për veles, sepse ati e di që është i pastër, e marrë pa hile. Të shkruajnë Bulmet Gjirokastër e Bulmet të Pelen e Kudiun, por shkoni bëjnë analizat. Val janë ashtu si që shkruajnë? Se s'bën njeri analiza, fare. Te Bulmeti s'ka analiza, te Mishi s'ka, te Zarzavatet edhe Furka, te Buka s'ka më të merë. Më të merë nuk ka. Po, jemi shqiptar, hamës të na japin. Pse kjo neglizhencë nga autoritetet lidhur me sigurinë e ushqimeve? Nuk janë autoritetet shqiptare, autoritetet sërbe që qeverisin Tiranë, që ndajnë gjërat. S'kan asnjë lidhje me shqiptarët këta. Asnjë lidhje s'ka me shqiptarët ky palloshi gjatë, ky debil i gjatë. Është debil, po është kriminal, është sadist. Ai kërkon t'i shkel njerëzit me këmbë dhe ashtu më thotë ky popull do shtypur thotë edhe me në rreth ngushtë i bie tokës me shkelma. Ja ky është Edi Rama. Dhe shqiptarët e mbajnë dhe dalën folliqësira e thonë, është burr i mirë thonë, prisë dje një nga Divjaka, një debil, një idiot, një gorea se që kishte ai i thurte e lavdi Edi Ramës. Ja këta janë, me këta na qeverisin. Dhe goret me shok meritojnë shqiptarët. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë të falenderoj ty dhe më falë që nga ta zëri, por nuk ke kapur një temë sot që mua ma caron jashtë masa, se jam i pafërkishëm ta luftoj. Avokat, për tilla gjëra duhet ngritur zëri. Rrofsh. Faleminderit.